shqiptare sot kanë shkëmbyer stafetën Ardit Demiri me Etienne Xhafaj. Arditi ka bërë një punë të shkëlqyer në mandatin e tij të plot 3 vjeçar, duke ia lënë kështu këtë mandat Etienne Xhafaj, një bashkëpunëtor dhe një mik i mirë, i cili e ka pasur karrierën të gjatë në administratën shqiptare, nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, më pas zëvendësministër i jashtëm dhe zëvendësministër i infrastrukturës dhe energjisë, për të bërë edhe deputet i sharkut të Tiranës. Unë jam e sigurt që Etieni, me të gjithë eksperiencën dhe me të gjithë dëshirën dhe pasionin që ka për punën, do të japi një vrrull tjetër zhvillimit postar dhe atij të shërbimeve financiare këtu në postën shqiptare. Padyshim, Arditi do të vazhdojë të jetë pjesë e stafit, duke i dhënë një mbështetje të jashtëzakonshme Etienit në punën e tij, por nga ana tjetër duke shkëmbyer edhe eksperiencën e hyrë që ka krijuar në karrierën e tij të gjatë.